Tani të lexoj pak disa anonse dhe disa mesazhe që kemi. Bu akşam saat 8.30'da Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği'nin müzik şöleni var. Bu müzik şöleninde tabii ki tüm hemşerilerimiz davetlidir. Aynı zamanda bu şölende yer alacak olan benim değerli konuklarım Hayrullah Emine ve Selim Halitay. Evet, İstanbul'da olan tüm hemşerilerimiz bu akşam bekliyoruz. Zeytinburnu'da. Hemen gelin, kaçırmayın bu fırsatı çünkü her zaman gelmiyor. Bir telefon alıyorum. Alo. 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 Efendim buyurun. Mirdita Bibos. Mirdita, mirë se erdhët. Si jeni, a jeni mirë? Shumë faleminderit. Dëgjoj zërin e bashkëdhetarëve të mi, ndihem edhe më mira. Juve si jeni? Faleminderit. Nga Izmiri, nga cila pjesë? A ka mundësi një kohë për mu? Patjetër, jo një, po dy. Cilën kërkoni? Shumë. Lulia e Bunari. Cilën këngë kërkoni? Lulia e Bunari. Dul Lulia e Bunari. Dul Lulia e Bunari. E din këta pura, s'ka problem. Patjetër. Atëherë mund të më thoni, mirë se erdhët të miqtë e mi në studio. Mirë se vine bura. Mirë se ju kemi gjetë. Gasht. Nga Izmiri, është shqiptar që banon në Izmir. Na vjen mirë. Janë shumë të emocionuar të ndodhen në Rumeli TV përballë milionat shqiptarëve të vjetër që banojnë në Turqi që nga vite. Po, gati se ma shumë se gjysa, apse me lumë po. Öyle. O zaman sizin istediğiniz şarkı birazdan sırada olacak. Teşekkür ederim, iyi günler, sağ olun. İzmir'e sevgiler, saygılar. Telefonunuza çok teşekkür ediyorum. Evet, Artvin'de özel harekatta görev yapan Cavit Aydınlı'ya ve Adapazarı Arif Yedekki hemşerilerimize sevgiler, saygılar diliyoruz. Ve Arifi Yedikli Gar bahçesinde mi? Çay bahçesinde. Nasıl bir yazısı bu? Hamit, çok kötü yazmışsın ya. Anlamadım seni yazdığında. Türkçe yaz oğlum. Çay bahçesinde Arif Yedekki Gar Çay bahçesinde saygılar, sevgiler diliyoruz ve güzel bir şarkı gönderiyoruz. Cilën këngë kemi në radhë tani? Po do të mundohemi të plotësojmë dëshirat e shikuesve të juaj. Patjetër. Edhe pse ndoshta janë disa këngë që nuk i kemi në repertoar, nuk i përdorim shpesh, mirë po kur është pyetje shikuesi, Bylbylat e Shqipërisë do mundohemi të do i këndojnë të gjitha këngët e bukura, shoh një paragraf, shoh dy paragrafe. Edhe pse kemi këngë të cilat kemi menduar paraprakisht që enkas pikërisht kënga që e parë që e këndum në një mënyrë të jenë edhe ekskluzive për këtë emision, pasi që janë këngë të cilat nuk përdoren shumë nga rapsodët tjerë, mirë po janë këngë perla nga folklori shqiptar. Diskutohet. Unë mund të them këtë që jam e para këtu në Turqi që kam shfaqur këngën e Hasan Agës e Çanakkale brenda në Shqip, edhe një nga ato që është më emocionuar është babai i Hamitit, i cili tha, kur dëgjova këtë këngë ishte shumë emocionuar. Për arsye se janë këngë që nuk dihen këtu dhe mundësia, ajo që mundohem të bëjon është të sjell përballë telespektatorëve tonë, bashkëdhetarëve tonë që banojnë në Turqi këngët e pa dëgjuara në Turqi. Kështu që dhe kënga që kënduat juve ishte një e tillë dhe ju falenderoj nga zemra ime. Edhe janë këngë që lidhin. Evet sevgili dostlar, hemen kısa bir çeviri yapıyorum. Değerli misafirim diyor ki ben diyor hani burada daha önce çok fazla bilinmeyen şarkıları biz getirmeye çalışıyoruz diyor. Bizim Türk ve özellikle Arnavut dostluğunun ifadesi olan şarkılar. Bunlar tabii ki kaç asırlık şarkılardır, eski şarkılar ama hem yeni hem eski izleyicilerin tabii ki isteklerin yerini getireceğiz. Hemen ikinci şarkıya geçiyoruz. Ta këndojmë këngën e dytë atëherë. Shumë faleminderit, po dërgoj në Maqedoni për të gjithë teleshikuesit që po i ndjekin.
fillim dhe këngët njëra pas tjetërës, pa ndërprerje fare. Jam emocionuar sot që ndodhe me juve. Dua të bëj një pyetje, megjithëse unë kam të dhëna për muzikën, artin dhe punën që bëni juve, por dua që ta sjellim pak në temë për të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin kudo që ndodhen. Kur kemi një telefon, unë ju bëra pyetjen, ju përgatitni përgjigjen, derisa unë të përgjigjem në telefon. Alo? Alo. Efendim buyurun. Alo, Mirdita? Yanlış oldu ya. Alo. Mirdita, günaydın. Sesim geliyor mu? Günaydın. Bursa'dan Bursa'dan. Şaban Yıldız. Şaban Yıldız, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Yılmaz Arım şimdi. Ayını mir. Shumë faleminderit. Mirë jam, juve si dukeni? Evet, öyle bir yerim. Misafir. Misafir të dhe ma mirë. Atëherë me që po flasim Programi. shqip, po ju drejtoj direkt të misafirit të mi që të bëni bisedë me të nderuar miqtë e mi, Hajrullah Emini dhe Selim Halita nga Shkupi. Përshëndetje. Shumë mirë, shumë bukur. Edhe unë si muzikant, 63 vjet i kam. Prej Mashallah. grupit Zaferit, jam e një kohë për musafirve, jam të rinj. Cilat këngë? Kënoj Bylbylat të Qamilit Vogël. A ka mundësi? Një këngë nga Shamili Vogël, nga grupi Shamili Vogël. Kënojnë Bylbylat, Kënojnë këngë Bylbylat, mos saksisht, apo tash s'më kujtohet cila këngë është. Ku po kënon ai zogu zi, mos e dini? E di me dhe atë këngë, po është pyetja këngë kënon... Loj Bylbyli, o... Nuk rregull, e di me atë këngë, nuk ka problem ta këndojmë, po... Hajde. Për qarim nuk është... Qamilit të tjerë. Nuk është kjo këngë e Qamilit Vogël, do ta këndojmë këngën që ju e dëshironi kënon Bylbyli, po nuk është këngë e Qamilit Vogël, aty ndodhe utia, se ne... E me rizos. Nuk ka problem. Nuk është problem fare. Nuk ka problem. Atëherë Ka problem. ju dërgojmë juve dhe të gjithë bashkëdhetarëve tonë me banim në Bursa. Inshallah. Shumë faleminderit. Ju uroj shëndet dhe të kaloni mirë. Faleminderit. Sukseset mira. Shumë faleminderit, Hayırlı të lumë goja. programlar, sizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili hoşçakalın. Tani të vim të pyetja që bëra pak më parë, më të na flisni pak për punën që bëni juve, sidomos unë e di që bëni një program rreth Hoxhakut ka kaq vite dhe jeni drejtuesi dhe organizatori i këtij programi dhe merrni me muzikën tonë të bukur popullore, folklorike, rapsodike shqiptare. Për këto disa të dhënë ju lutem. Po, sigurisht do ja përktheni se tanë kohën Patjetër. kam një përshtypje se ata që se njohin gjuhën më vjen keq që s'mund ta përcjell, por sigurisht do i përcjellni fjalët e tona edhe në gjuhën turke. Konkretisht. Unë së bashku me Selimin, mos them kështu profesionalisht, po gjatë gjithë jetës na ka shoqëruar kënga folklorike. Unë me profesion jam punëtor arsimi, do të punoj në shkollë, mirë po kohën e lirë gjatë gjithë jetës time e kam kushtuar këngës folklorike. Do thotë jam marr aktivisht dhe si antar i ansambleve kulturartistike që veprojnë në Shkup dhe në kuadrat atyre asaj veprimtariet në për ansamble kemi marrë pjesë gjithkund në përbot, jo vetëm në Maqedoni dhe në trojet tona Shqipëri në Kosovë, mirë po edhe në për Evropë dhe në vendet të ndryshme të Turqisë. Kohëve të fundit që 2 vjetë kemi pregadit në kuadrë të televizionit Alsat, i cili rezaton nga Shkupi, është televizion që rezaton gjithë edhe në satelit. Kemi hapësirën tonë aty, organizojmë emisionin... Sesle ilgili tamam mı arkadaşlar? Bir sorun yok var. Tamam, mikrofonu yakın alalım. Sesle ilgili tamam. Kemi emisionin në kuadrë të televizionit Alsat, do thotë për çdo javë, emisioni quhet Rreth Hoxhakut. Në cilën ditë bëhet? Shkon në emisionin çdo të dielën nga ora 5 masdite. Është me gjatësi 1 orë, ku për çdo javë defilojnë artistë të ndryshëm, njerëz që kryesisht janë marrë me folklor, dhe tani jetën ju kanë përkushtuar folklorit, pasi që një 20 vitet e fundit apo 30, disi kanë qenë njerëzit që janë marrë me muzikën folklorike në margjinat e jetës kulturore, edhe pse janë njerëz të sakrificës. Kuptoj. Evet sevgili dostlar, kendi müzik hayatıyla ilgili bir şeyler sordum. Ne zaman başladınız, tam olarak ne yapıyorsunuz ve kendisi aslında milli eğitim yani öğretmen olarak milli eğitim üzerinde eğitim almıştır. Fakat diyor yani hem aileden gelmiş olan bir sanat zaten müzik. O müzikle devam ediyorum diyor. Bildim bileli. Aynı zamanda folklorik ekiplerinin hocalığını da yapıyor kendisi ve Rreth Hoxhakut